Një shekull vjet, 100 vjet të mbushur me histori, me përpjekje dhe me përkushtim. Shekulli i fundit, ashtu si në pjesën më të madhe të botës, ka qenë i mbushur me ndryshime rrënjësore, nga vitet e luftës deri te tranzicionet politike shoqërore. Çdo dekadë ka lënë gjurmë në jetën e njerëzve. Në Shqipëri, e sidomos në zonat rurale, këto ndryshime janë ndjerë më thellë. Rrugët që dikur e ndanin fshatin nga qyteti, sot janë bërë uralivjeje. Dikur udhëtoi me ditë, sot me minuta. Në këtë sfond historike shoqëror, lindi 95 vjeçarja Sania Osmani në fshatin Shëngjergj, një nga vendet më piktoreske të Shqipërisë. Një vend i thjeshtë në dukje, por me një shpirt të madh. Shëngjergji është jo vetëm i njohur për bukuritë natyrore dhe reliefin malor të rrallë, por mbi të gjitha, për kontributin e tij në luftën nacional çlirimtare. Historia e këtij fshati nuk është e shkruar vetëm në libra, por është e gjallë në kujtesën e të moshuarve dhe e gdhendur në çdo gurë të kallëdrëmit. Në ditën e pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste, shëngjergjasit ndalën punët e ditës dhe u bashkuan në sheshe dhe oda për të folur e për të organizuar qëndresën. Me ardhjen e të deleguarve për organizimin e lançit, filloi një nga kapitujt më krenar të fshatit. Këshillat Nacional Çlirimtare, qetat partizane dhe më pas Brigada e 2 sulmuese u krijuan në këtë truall. Një fshat i vogël me një emër të madh në historinë e Shqipërisë. Nën Sania, ende fëmijë në ato vite, nuk ishte pjesë aktive e luftës, por rritej mes frymës së saj. Prindërit dhe të afërmit dolën në mal, lanë gjithçka pas për të mbrojtur atë dheun, tokën, jetën. Nga rrëfimet që ajo dëgjoi në fëmijëri, u formua botkuptimi i saj, ndershmëria, përkushtimi dhe dashuria për vendin. Ishin vite të egra. Lufta nuk la vetëm plagë fizike, por edhe varfëri ekstreme. Me shumë fëmijë në familje, buka e përditshme ishte një sfidë, jo një garanci. Po nonë kom pasë mume. E të s'kishim. E s'mo. Jetë e keqe, ka qenë. Se ka qenë jetë e keqe? Po s'kishim, po karamu. Ati ku e më rritë. Me punë, me bushi. S'ma mërë ku ka qenë Gjermani. Po kom gjuhë se kur e Gjermani së në plagosaja, ati ke ju mesu, plagosaja gjyshja. Ta thëtë shiu ati, ke honi me jemës ati si, për në i ra plumi. Kur që erë Gjermani, që që se italion këtu, e në që në shpërda gjithë për lagje, në patëm një dy. Gjitha ne ima, kur e në gjumë që erë Gjermani, ata shkretet, ju stanë që ikni, e ne i vranë më të jemë këllagjesh. Pa qeni dhe 30. E ne i fërcullë baba imi që mirë lartë atje. Ju dhamë buk me veta, ju dhamë. Ty qaj kemi përzonë, ne në shikuj këtë të vjetë në dafë. Se e vogël ishe, nuk që e modë. Unë shikum pada. E ne thani një që i vranë atje këllagjesh, ato, jetën. A ke pas në një partizan? Këto pa, këto kanë qenë, këta, partizan kanë qenë këta, këndetnit e mi. E ne gjajim ka qenë, se kur, atëherë kur herë i ka një 3 muaj atje, për mollet, atje Jugoslavi. E zunë Gjermani atje, e ne ka një 3 muaj atje më pyllët, 3 muaj. Kanë horë veç a shumë. Patate, kilkonza, këshumë. 3 muaj, pa bu, kanë një. E nëse dishëm sa fare muaj. A baba im shkoj ke hoqka, pas atër hoqalla, shkoj ke hoqë, dhe pyti, a i tha më së bo marak, dhe se, vla jo të është, një ke shof këtu.
gjallë. Në vërtet kështë qenë, këtë tërë muhe, erdhë. Pas përfundimit të luftës, ashtu si shumë shqiptar, edhe banorët e Shëngjergjit nisën nga e para. Shtëpitë e djegura u rindërtua me forcat e tyre. Nënsania ishte ende e re, por me mendjen e një gruaje të pjekur, e vetëdijshme se duhet të jepte ndihmën e saj. Nisi të punonte pa u lodhur, çdo ditë nahar, në fush, në bagëti. Duart nuk i ndjeja më, kujton ajo, por kishte diçka që e mbante gjithmonë në këmbë, shpresa, e thjesht, por e pathyeshme. Lose, më se pyt, mëse. Unë kishëm në tokë, unë ishe e para, këlla muhet. Lose shumë. Me gjojë, me punë, me një shumë. Po shpije vjetër, 500 vjetë ka qenë tymë. Shpija ime. E në këta, kësot, pëndje. Kur mbushi moshën për martes, erdhën blesët, e kërkuan për nuse nga një familje që kishte emër në zonë, me rrënjë të forta patriotike dhe besnikëri brez pas brezi. Ajo nuk e njihte fare burrin e ardhshëm, por zakonet e kohës nuk linin vend për hezitim. E gjeti veten në një shtëpi të madhe, me shumë pjesëtar, ku përgjegjësia bie mbi më të ren. U bën nëna e 3 fëmijëve. Jeta nuk ishte e lehtë. Bujësia dhe puna në kooperativ ishin e vetmja mënyrë për të mbjetuar. Vështirësitë ishin të shumta, por ajo nuk u ankua kurrë. Një shumë me shkesat herë në më shumë ka qenë. Po ja. Ka qenë fiju më para herë më, një 4-5 vjetë. A shë ishtë atë herë më në më. Pa njifim e i visa atë e ishë, këm pas pak, nuk njifshim në më dhe. Nuk është ishëm në tjetën. A shë ishte koja. Po kur e pe, pëlqeve? Hetë më, ati ka qoj familje më. Dhe shkoshim në nuk, me të vishëm vetë, si o kohë në finishme. Po dasëm, bone? Po. Po në dasëm. Po si bojshin dasmët më para? Si këm po dasëm në më lene më të lujë. Dasëm me karamele. Për zduk zakone, se të ishin këshumë. Ishin komunista, ishin këshu këto pra. Zduk në zakonet. Kështu i thënë, që të bëjsh dasëm këshu pa bo bukë. Ati ke shpja një me pa, bo. Këtu nuk bom dasëm, zhbom da. Po ku e erdhe si të pritën? E kishtë të vështirë? Vjen në familje tjetër? Pa mirë të vështirë, ashtu e kishim në të vështirë atës, në vite keqë, pa. Prapë mirë ishës. Ishim familje mirë në këta. Ishim familje mirë, familje ngënjshme. Po fëmi, sa fëmi ke po? 3 fëmi këm po. E në jetë tjetër kom dështu, tërë kom dyshun e i gotë. Si unë djeve ku bërë mamë për herë parë? Me pytë më. Shumë mirë djeve. Ndëshim kërëtiva të herë. Lodheshe? Po, ka herë lose më shumë, ka herë më të lose, kishë në punë shpia, në me fëmije, me shpije. Kishë punë sa dush. Po burri? Po punonde? Burri roj herë këtu, herë notën, herë ditën, herë. Herë më brigate, herë në shumë. Ishte vështirë të përballoj jetesën atërë? Hajtë më atë herë më ishte për gjithë ishtoj. Jetesa. Shumë kooperativ, ma buka bonë që atje. Po fëmijët i ke këtu, apo ka një jashtë? Jo, këtu i kam. Njën e kam këtu, që unë njën e kam në institut. Kur regjimi komunist ra, nënsania e priti si shumë të tjerë, me shpresën për një të ardhme më të mirë, por pas entuziazmit të parë,
Viti 1997 do sillte një nga plagët më të mëdha të jetës së saj, një plumë qor. I mori jetën vajzës së xhaxhait, një vajzë e re, në lulëzim të jetës, tronditja që e madhe, ndjenjën e frikës dhe ankthit, nuk i kishte provuar as në luftë. U mbyllën në shtëpi, kujdeseshin për fëmijët e mbetur jetim, me gjithë dhimbje në shpirt. Ju hapëm tepër, më fra gotë qaj. I raj plumë. Si ilën atëherë më, këshumë, ti shte, ma me në ta jatë ko. Se të kështë frikë me dalë në derë të herë. Se kush mund me gjujtë, e në mund në armët më në pështirë konstiratjene. Në vra në latë dy kalamaj. Edhe kur doli në pension, nuk pushoj, shtëpia kishte nevojë, toka kërkonte dorën e saj, bagëtit kërkoni vëmendje. Me gjithë moshën, ajo nuk qëndronte duar kryq. Dilte çdo ditë për të kullotur baktin, gatuante, pastronte dhe ruante ritmin e dikurshëm. Pensioni i ulët nuk mjaftonte, por ajo punonte më shumë për ndjenjen e përmbushjes se sa për të ardhurat. Se kom dalë në pensionin unë. Që pensioni kom morë në parëzat. Unë e liqi pa ta punu, pa atere punoshim kooperativ, a ishe në me kunotën unë. Unë në ka se kishim në të gjonë. Ja shkoje me dhi, ja shkoje me dhanj, ja shkoje me lopë, ja më shpi, ja më kooperativ. Punojnë dhe ditë kooperativ, do bojnë e punët tira, se s'kishte i rima. Sa i kunotë imi se kishte të qonë. A ne do bëje punë të tjera. I një kur dullin pension, atë ditë hunë hajtë mua, ditë që së më dullin fare mu, ditë në asë i kërkova asë gjo mu, i lash atë ditë të shumë. E nëse burim diqë. I një, dullam pension. Mos marë pension të më fare, marë të ati. Kooperativë sa pat morë atëherë, 7.000 lekë. Se ashtu ishte atëherë më. E marë gjysë më. Kërë 6 vete. Sot, në moshën 95 vjeçare, Nën Sania është ende aktive, kujdeset për oborin dhe sa herë mundet, përgatit gatime tradicionale të zonës, me dashuri e përkushtim. E ka pasion kuzhinën, sidomos gatimet e vjetra, që dikur u shijoni të gjithëve pas një dite të lodhshme pune. Gatuan të jo vetëm për të ngrënë, por për të mbajtur gjallë një pjesë të kulturës së saj. Qa punë është bëje? Për punë të shpijës, ja gatuja, jo me gjonë, ja. Punë të shpije. Punon akoma? Aha, nëse të më po gjohë farë më. Ka një nga rikë shë di. Nëse të kam shkime punë më. Si e ka lot ditë? Sot? Njështu? Qa po? Herë talë të di, herë ka herë shtë një. Njështu. Po kështu, kush është gatimi, cili është gatimi që ti e bën të mirë fare? Kur kom pas bo, nona gatime kom pas qapa në shimo. E kom pas qapa gatime më. Që gatuaj? Që gatuaj, gjitha gjonat. Me breke me. Që zbune brek me sheqere, baklava, gjitha gjonat kom pas bo, nona vakime me. Po kur i kom pas bo, se na kemi qenë shpije, më da në kom pas, ta kanë qenë 8 vlezër. E në më verët, gjithë e qymë shkurt. E në ndërë se vite, dimni, na këshim rrugun a ne, mëllë. Mirë se vite dimni, këto smete, vishin qunat me radhë, kunetnit. I kjone ja tjetëri, i kjone ja tjetëri, për të gatu ma kom pas qa. Dalë që herë me luqë, me hetë qikë sa për të hetë shumë, që mos ngellë ra, ku gatu ka herë ka gjithë. Pa kur jam i qikë më mirë, ka herë pa. Jam keq me tension, jam keq me
me kokët. Në partikëm në gjithë vitara, jam në me migrenë. Edhe mytë koka, nuk më le asë ditje. Ertu, që që në një. E ndjen veten mirë me shëndet, jetën e gjatë ja atribon natyrës së pastër të Shëngjergjit, ajrit të freskët, ushqimeve të shëndetshme dhe mbi të gjitha, vullnetit të Zotit. Por asnjëherë nuk harron të përmend edhe punën. Kam punuar shumë gjithë jetën, thot ajo, dhe në këtë fjali përmbledh filozofinë e saj të jetës. Në shumë me vujtje, ka herë së mune, ka herë shëndoshë, ka herë, po prapë mirë, ka në më këtë. Disa jam krumë kohë, me kumë të mirë, prapë mirë jam. Po që hanë, si ushqehesh, a ecën, as ecën, a ma regjim? Regjim, po ma i këti, po s'mon të hajnë në fare, në shumë. Po të majtë. Po që ha zakonisht? Po laj zakonisht në më shumë hajkos. Në gjesë për shumë, që ha në gjesë? I që kos ha? Po në kosë dhe hashë si është, në ato dhe është të i qikë. Po në drek? Në drek gjilë hajtë, më që të tak hajtë gjilë. Misë në darkë unë hajtë kosë. Veç në drek hajtë që gjilë. E po vetë kosin? Vetë, kemi lopë. E po ti vetë? E po në nusja. 95 vjeçarja ka edhe një porosi për të rinjt. Mësoni, vetëm me shkollë mund të bëni përpara. Sipas saj, sot të rinj përqendrohen shpejt, humbasin kohë pas gjërave kalimtare. Ajo sheh me trishtim se si mungon vullneti dhe përkushtimi që kishte brezi i saj, por megjithatë, nuk e humb besimin se gjithçka mund të ndryshojë. Ja, por si nëna të sa shumë, për në shikë këta të rritës. Janë tjetër shumë, që ka dalë tjetër shumë. Që porosi o jem? Ke shkollë du, që tjenë për vete, se shkolla pa habu. Në një pa, nuk pësejnë mosi për para. Në ati ke shpenime kanë qenë gjithë me shkollat, pa me si se unë nuk kam qenë e para, pa unë nuk bona shkollë, se në s'kishim kohët herë se ishim vitë. Në kam pas në shkollë, dhjo motët e mija, e në vleznit. Në vleznit 2 motët. E në qunë i gjajës, i kajtë në Amerikë, i kom bëne, e në gotë të gjajës, në e gotë tjetër që u vra, ka qenë mësuse. Historia e Nën Sanijes nuk është thjesht historia e një gruaje të mëshuar që ka jetuar një shekull. Është historia e një Shqipërie që ka luftuar, ka duruar, ka shpresuar. Në rrudhat e saj janë të shkruara kohët, epokat, humbjet dhe fitoret. Ajo është dëshmia e gjallë e asaj çka do të thotë të jetosh me dinjitet, me punë e me besim. Dhe ndërsa breza ndryshojnë, një gjë mbetet e pandryshueshme. Forca e nënave si ajo, që mbajnë mbi supe historinë e një kombi.